Vendin e mendoj mirë për t'u fshehur. E kur ai që e pati shënjestër i doli para, vrapoi duke gjuajtur me 2 kalashnikov. Mahmut Hoxha këtë bastrigashit e Alfredukës. Pas ditën e së premtës dyshohet se u bëri në shenjë hakmarrje ndaj rastit të ndodhur në Uoljak të Klinës, prillin e 2022-s, ku pati mbeti vrarë vëllau i tij. Për këtë vrasje Gashi ishte i akuzuar, kurse Alfreduka, klani zyrtarisht mëson se është vetëm familjarit të parit që kishte shkuar për ta marrë të njëjtin nga qendra e paraburgimit në Pej. Njëri prej viktimave në këtë rast ka qenë personi i akuzuar nga prokuroria për vrasje të rëndëpritur në tentativë, mirë po më pas është liruar nga gjykata pa shpalljes së gjykimit dhe është ndërprerë masa paraburgimit, ku pjesa e paraburgimit është kapur në gjykatën themelore të Pejës dhe në parkingun e asaj hapësire me të putën e vetur, janë zënë në prit nga personi dyshuar, i cili ka pasur 2 kalashnikov. Për këtë që ndodhi në rrugën Hasan Murati reagoi shpejt policia, që arrestoi Hoxhën dhe ndaj tij u caktua masa e paraburgimit për 48 orë. 2 të plagosurit u dërguan fillimisht në spitalin e Pejës për trajtim. Gashi po e vazhdon mjekimin atje e Uka është transferuar në QKUK. Është në plagë të shpuse, e ka vrimën hyrëse dhe vrimën ndosë në gjoks, gjithsesi në pjesën paravertebrale ose në pjesën afër shtyllës korrizore vrimën hyrëse dhe vrimën ndosë në pjesën e jashtme të gjoksit. Për momentin pacienti është stabil. Plumbi i apreki disa organe vitale. Kemi lëndim vetëm të moshkërisë, gjithsesi pasi plumbi ka hyrë në pjesën paravertebrale, afër shtyllës korrizore dhe ka dalë jashtë, dihet që edhe një bri është e thyer kushtimisht nga predha metalike, përndryshe në bazë të ekzaminimeve ka edhe një lëndim të lehtë, nëse mund të themi të mërgjisë. Policia ka bërtëditur se nga i dyshuari janë konfiskuar 4 armë zjarri, 2 pushka automatike, AK-47 me nga 18 dhe 15 copë fishek, si dhe 2 pistoleta me 5.75 fishek të armës automatike.